Epizodi i treti i gjysmëfinales ndërmjet Bashkimit dhe PES do zhvillohet në palestrën Sezaj Suroj, një spektakël i vërtet i përgatitur nga tifozët e skuadrës Bashkimit. Arpaqikët për një tjetër natë e cila pritet të dhurojë dramë dhe spektakël në basketbollin e Kosovës, pasi PEA arriti të barazonte sërinë në ndeshjen e dytë. Seria bardhë përsëri në qytetin e Prizrenit për takimin e tretë ndërmjet këtyre dy skuadrave. Një duel i cili me vërtet pritet të ketë rëndësi të madhe për mbarvajtjen e serisë në vazhdim me skuadrën e Bashkimit që do të tentojë të mbrojë avantazhin e skuadrës vendase, pasi do të ketë pra avantazh deri në fund të këtij play-offi. Normalisht një prej skuadrave që kishte edhe sezonin më të mirë në sezonin e rregullt pritet të jetë pra skuadra për të mposhtur. Mirë po, skuadra PES tregoi luftë të jashtëzakonshme në ndeshjen e kaluar në Karagaçi në mesjavë, kur arriti të triumfonte me rezultatin 84-79 për ta barazuar serinë pas humbjes një javë më parë në këtë palestër nga Bashkimi me rezultatin 81-61. Në fakt të dy gjysmëfinalet tashmë kanë qenë të nivelizuara dhe shohim se cila prej skuadrave sot do të merr avantazhin. Po shohim rosterin e skuadrës së Bashkimit: Morina Jashari, Smith Williams, Bunjaku, Kops, Bytyshi, Queen, Zekici, Ismaili, McKinnis dhe Lejson Zeqiri gati për kryetrajnerin Jankovic. Në anën tjetër do shohim edhe skuadrën e PES, e cila po ashtu duket e kompletuar me Lapin, Ajdarin, Da Silva, Towns, Morsel, Ukaj, Hot, Berisha, Ikpe, Kricinios dhe Matoshi e Ahmeti, që do t'jenë në dispozicion për kryetrajnerin Krashovac. Në fakt, këto do t'jenë peshë startues: Altemorina, Dirk Williams, Wendell Green, Javius McKinnis dhe Lejson Zeqiri, që do startojnë për skuadrën e Bashkimit. Në anën tjetër për PEN nga fillimi do të luajnë Ardi Ajdari, Marquise Towns, Daryl Morsel, Ranukaj dhe Benas Griciunas, që normalisht do mundohen që fillimin e lojës ta kenë më të duhurin të mundshëm. Ardan Berisha ishte superylli i skuadrës së PES në ndeshjen e kaluar, duke shënuar 23 pikë, duke treguar shkëlqësinë e një Dardani të vjetër, i cili gjithmonë në këto nivele, pra në nivelin e play-offit, aktivizohet për të qenë i gatshëm për këtë sezon për skuadrën e PES. Mos ta harrojmë që Bashkimi pra ishte skuadra më e mirë gjatë sezonit të rregullt, nuk e kishte fare nevojën të luante në çerek-finale të play-offit, përderisa skuadra e PES u desh të djersitej shumë në 3 duele me Yllin, duke i luajtur 2 takime në Suarek, pasi përfundoi në vendin e 5 në rënditjen tabelare. Mirë po arriti që pikrisht në takimin në Suarek të kualifikojë për më tutje për në gjysmëfinale, duke eliminuar një skuadër cilësore të Golden Eagle Yllit. Po shohim atmosferën e jashtëzakonshme që kanë përgatitur Arpaqikët, stërmbushur duket palestra në Sezaj Suroj. Normalisht është kënaqësi të shohim këtë, po themi, interesim të lartë për të përcjellur nivelin e gjysmëfinaleve të Pro Credit Superligës së basketbollit në Kosovë, i cili si në asnjë edicion më parë ka qenë shumë interesant edhe gjatë këtij sezoni. Kemi pasur një balancim të jashtëzakonshëm ndërmjet 8 skuadrave, ku normalisht disa prej këtyre skuadrave kanë qenë pak më të mira në rekord dhe kanë arritur të pozicionohen më lart gjatë sezonit rregullt. Normalisht Bashkimi ka qenë një skuadër shumë e investuar që nga fillimi i sezonit dhe pra gjithçka është përgatitur që titulli kampion të rikthehet pas disa viteve në palestrën Sezaj Suroj. Të dëgjojmë himnin kombëtar për të kthyer.
E dëgjuam edhe himnin kombëtar të udhëhequr nga tifozët. Gjithçka gati që spektaklin Sezaj Soroj i episodit të tretë të gjysmë finales Bashkimi Peja të nis me treshën e gjyqtarëve Ademir Zurapovic, Zdravko Ruteshic dhe Radomir Vojinovic. Do të gjykojnë takimin e sotëm. Pra është vendosur edhe këtë sezon nga faza gjysmë finaleve, pra t'i besohet gjyqtarëve të huaj. Të shojmë jump ballin që do kontestohet ndërmjet McInnes dhe Kriciunas. Javius McInnes ka qenë njëri prej lojtarëve në pozitën e qendrës më konsistenti gjatë këtij sezoni dhe një ndihmës e madhe për skuadrën e Bashkimit të jetë në këtë nivel garash. Nis takimi, aksioni fillestar për Pejen. E devijoi realisht Javius McInnes. Ndërkohë që aksioni do të udhëhiqet nga Pejanët. Kriciunas. Dueli ti me McInnes. Do të fitoj hapësinë për të shkëlqyer nga Javius Ukaj. Nga vërsia, nga pjesa e lyhe, nuk shënon. Me kërcimi përsëri në sulm. Në një tjetër aksion të Pejes, ka vënë në hapa nga Ron Ukaj. Nervozuar trajneri Pejan me aksionin fillestar, i cili realisht dhurohet për Bashkimin. Morina. Për të ndonë të depërtoj Tobiana, është Green për 3. Nuk arrin shënoj. Ribandi është për Morsel. Dhe vizë shumë mirë me topi prapa shpinës. Morsel gjithja. Pasimi në brendësi, Kriciunas. është ndalu loja për një faul të shkakuar nga Dirk Williams. Vështirë të dëgjohet edhe fishkëllima e gjyqtarëve nga kjo atmosferë jashtëzakonshme në Sezaj Soroj. Është rëzuar në brendësi numri 3 i Pejanëve, Towns, provohet gjuhet edhe kemi shënimin e parë të Morsel. Pikë të para shënohen nga Peja. Provohet tashmë vetë nga numri 5 Williams. Reboundin e merë McInnes në fazën sulmuese dhe realizon Kriciunas për 2-2. Towns Timohet në skrin nga Kriciunas. Pengohet pastaj nga McInnes, switchi shumë i mirë nga qendra Bashkimit. Hajdari në presionin e kohës, provon me tabel, shënon në dritën e semaforit për avantazhin 4-2. Morina e gjen korridorin, kombinimi me McInnes, blokon nga Kriciunas, mbrojtje shkëlqyere qendrës Pejane. Dhe Morsel me ngulitje në këtë kundër zbritje të skuadrës së Pejës. Dhe një Samir Shmangi kundërshtarin e parë. Green Junior ka gabuar e pasimin e tij dhe kemi faul. Ndërpren aksionin Javius McInnes. Edhe njerë pasimi gabuar i Green, topi vjedhur nga numri 4 Daryl Morsel. Kriciunas. Towns përsëri. Edhe një tjetër Kriciunas. Kombinon me Morsel. Kërkon mbështetjen për ta gjetur korridorin, pasimi jashtë, Arti Hajdari me lëvizje mashtruese. Provon treshën e shkurtër. Ribaundi është për Morinan. Zeçiri me kundërzbritjen. Faulohet. Nuk arrin shënoj Lejson Zeçiri. Edhe njerë faulin shkaktuar nga Marquis Towns.
dy tira do t'jem për Lejson Zeqirin. Shumë i rëndësishëm në skuadrën e Bashkimit ka qenë Lejson Zeqiri gjatë këtij sezoni. Lojtar që anë të fort e ka gjuetet nga gjysmë distanca dhe nga distanca. Po që shqyrtohet po dhe miloja ati edhe në mbrojtje për kualitetet që ka. Griciunas do të dhohet një ambient top i vjetur nga skuadra Bashkimit. Dalje shpejt, shkon i vetëm, realizon Dirk Williams për 5-6. Towns pasimi në anë tjetër të Marcel. Provon të gjej korridorin anash, provon në fade away për 2. Arrin shënoj për të mbajtur avantazhin për 3 pikë skuadra Pejës. Williams ndihmua përsëri nga McInnes, pasimi i tij devijohet nga Molina i cili nuk arrin ta pranoj. Tjetër topi humbur i Bashkimit. Towns. Provon për 2, nuk shënon. Në topin e kthyer është Dirk Williams. Green. Ranukaj me mbrojtjen e të. McInnes, kombinimi me Lejson Zeqirin. I lirë përsëri Green. Gjua për 3. Nuk shënon. Topin e merë përsëri Lejson Zeqiri në një tjetër mundësi për Bashkimin. Është shërbyer Williams, provon edhe ky treshën, nuk shënon. Topi devijohet nga McInnes. Aksioni për Pejanët. Deri më tani mungese shënimeve nga distanca për të dy skuadrat. Asnjë treshë realizuar. Towns. Marcel. Shkon në anën tjetër të skrinit. I mbyllet hapësira nga Lejson Zeqiri, lirohet mirë, bllokat nga Javius McInnes. Dalje shpejt. Green Junior shënon. Realizon në këtë tranzicion skuadra Bashkimit. Për me njerë Pejanët në presionit tashmë. Të gjitha atmosferës edhe njerë kjo blokat fantastike. E kanë humbur topin. Molina për 3 për avantazhin. Nuk e gjen McInnes. I lirë është Green Junior. Nuk shënon asaj. Disa uqje për 3 për skuadrën e Bashkimit. Towns. Nuk lejohet depërtimi i tij. Do të jenë 2 lira. Do faulua Marquis Towns. Ende pa pik në këtë ballafaqim, 6 pika zhënuar Marcel, 2 Arti Hajdari. Realizon pikën e parë. Kjo është trajneri Krashovec, i cili erdhi pra për gjatë sezonit. Nuk ishte nga fillimi kryetrajneri i skuadrës së Pejës. Për një punë të mirë duke stabilizuar, të themi, grupin. Green Junior. Topi jashtë Dirk Williams. Do të brendësi pasimi për McInnes, topi vidhet nga Marcel. Dalje shpejt e Pejanëve, kombinimi me Griciunas. Nuk realizon gjithsesi, është fauluar gjatë tentimit të tij. Max Smith fokusohet, i cili po përgatitet të inkuadrohet në lojë. Largohet Williams. Në mendjen e tij Max Smith.
Në vinë e tirave Griciunas në mundësi që ta zgjerojnë avantazhin e Pejës. Nuk e shënon gjuajtën e parë. Në shkurtër në iniciativin e tij të parë Griciunas. Realizon në dytën. Green. Një për një me Towns. Shërbehet Smith. Edhe një tjetër Green. Max Smith. Zeqiri. Futet e brendësi mbrojtja shkëlqyer nga Ranukaj. Dhe ka devijuar topin. Vetët pa iniciativë drejt kushit edhe kësaj radhe bashkimi. Towns në reverse, Shannon. Time out nga Sasha Jankovic. Pejanët me avantazhin e 6 pikëve në këto më shumë se 5 minuta të luajtura në këtë çerek. 7-13 rezultati në favorin e mysafirëve. Efikasiteti i ulët është edhe elementi kryesor që po e përshkruan për momentin në lojën e bashkimit. 3 shënime në 10 tentime, në cilave 5 apo gjysma atyre ishin vetëm nga perimetri, në cilën nuk shënuan asnjëherë. Teksa 3-5 ishin në brendësi. Morina, gabim në hapa nga kapiteni. Tjetër top i humbur i bashkimit i 5 në këtë çerek të parë. Normalisht është një ndeshje me shumë tension. Duke ditur që seria është e barabartë. E dinë që kjo ndeshje mund ndikoj pastaj në barabajtjen e fundit të kësaj serie. Arti Ajdari. Komon të gjepsi në përgjuajtje, kombinon me Griciunas. Towns. E gjen hapësirën edhe 2 sekonda. Ukaj provon për 3, nuk shënon. Ribaundi është për Max Smith. Rigurbohet me një në mbrojtje skuadra Pejës. Zeqiri. Bunjaku. Hapet Morina. Ndimon Kous pasimin e brendësi. Çfarë asistimi për Valon Bunjakun. I cili nuk arrin ta dërgoj topin në vend. Edhe tash disa aksione bashkimi pa pik. Towns. Hapet Griciunas. Në anën tjetër të skrin kombinimi me Griciunas. Fantastik aksioni Towns dhe Benas Griciunas. Për 7-15. Smith. Zeqiri për 3. Jakubi e 3 par. Nga Lejson Zeqiri. Towns në gjysmë distancë. Shanon edhe kundër përgjigjet. Për ta vazhduar kështu në rrjedhën e dur të pikëve për pejanët. Bunjaku. Provon i vetëm në flotër, nuk shënon. Pengohet Eric Copes.
Marcel Hajdari. Nuk e merr me nxitim e pret ardhin e bashkëtarëve të tjerë. Ani tjetër Marcel Hajdari provon treshën. Nuk arrin që në Ukaj. Ja mirë dhe shkëzan boksautin e dobët të bashkimit. Po një tjetër mundësi. Marcel i vetëm përdor tabelin, nuk shënon. Tjetër rebound do vëndzim mirë po. Saralla me faul nga Benas Griciunas. Kemi zëvendësim në skuadra e PES dhe bashkimit. Largohet Artim Morina. Green që rikthehet në lojë. Po ashtu Tulio Da Silva që inkuadrohet në lojë të pejanët. Green e shek korridorin, sa bukur arrin të ndërtoj. Pikët pranohen. Apo jo. Blokada ishte para se dobi të prekte pra tabelën. Do t'jetë në vijën e klirave Wendell Green Jr. Ullet Hajdari në lojë rikthehet apo për të parë Amin Hot. Shumë i rëndësishëm në ndeshjen e kaluar ishte Amin Hot. Qytetari i Trepçës dhe tashmë PES. Qytetari që ka përvojë në basketbollin kosovar. Ja vënjerë depërtimi i Wendell Green. Cilën ajo ndalë në mënyrë të paljuar. Analizon gjuetën e parë lirë. Pika 3 dhe Green. 20 fitore dhe 8 humbje kishte bashkimi gjatë sezonit të rregullt. Një më shumë se sa Trepça me 19 fitore dhe 9 humbje. Ishte një skuadër pra që kishte konsistencë më të madhe gjatë gjithë këtyre muajve. Spektakël basketbolli. Janë alley-oop i tentuar për Da Silvan. Cilë më do të afut në Gratska. Eric Kopsin. Aminov shkakton një faul taktik. Për të mos liuar kështu dalin e shpejt të bashkimit. Personalja parë për të, kishte një faul për të në Peja. Mjaftuar nga Amin Hot. Në që nësemi në minutën e fundit të qerekut të parë. Green Jr. Një për një me Hot. Hapet Kopes në këtet përsëri në brendësi. Bunjaku, Zeqiri. Eric Kopes, pramon për 2, nuk shënon. Katëron, Da Silva dhe Marcel e pa nevojshme. Kishte dhemi një përplasit të tillë, mungesë komunikimi mes lojtarëve kjo. Japi një tjetër shans bashkimit. Topin do të arrivë nga via bas Wendell Green. Zeqiri. Green Jr. Topit e Zeqiri, provon treshën, Lejson! Zeqiri nga pozicionin e treshja dytë për 14-17. Towns vëjtë agresivi nga Zeqiri. Da Silva provon në ballore për 3 dhaj, nuk shënon. Rebound është Green Jr. Nuk e merr me nxitim aksioni fundit në këtë qerek. Potencialisht ta barazoj rezultatin nëse shënon treshe. Green do shkoj për një të tillë me Ukaj në step back, provon treshën. Wendell Green 17-17. 6-0 seria në këto 2 aksionet fundit nga bashkimi. Për t'ja prishur kështu festën. Gjështarët gjithsesi do ta shikojnë në kohën e aksionit në gjuetën e fundit.
pati nevojë shumë kohë për gjyqtarët. Ishte e qartë që u lirua në kohë Wendell Green Jr. Super çerek i parë, 17-17, i bahull shumë shkurtër për të rikthyer me çerekun e dytë. Në 4 ndeshjet e sezonit të rregullt, Bashkimi arriti të fitonte 3 herë dhe Peja vetëm një herë, duke triumfuar në ta themi atë fazën e dytë të xhirove këtu në këtë palestër. Dhe pastaj këto fitoret përsërisin skuadrën në takimin e parë dhe dytë gjysmëfinal. E bëjmë pra edhe më rivalizuese këtë përplasje. Normalisht faza play-offit dallon shumë nga sezoni i rregullt. Sa po shohim statistikat e Lejson Zeqiri 2 treshe dhe një gjuajtje e lirë realizuar. Si njëre prej lojtarëve kyç në çerekun e parë dhe më efikasi. Nga Josh Pick Towns dhe Marcelli që të Peja. Smith e pengon Ikpe. Arrit të tepërtoj. Në anën tjetër koshi nuk shënon. Ukaj. Në të vion të Ikpe. Cia për kundërzbritje ndal ritmin e aksionit. Marquis Towns. E për një me Green. Gjithë një Towns. Topit e Da Silva. Lodon në ballore për 3 shënon. Tulio Da Silva. Gjithsesi ka qenë një dyshe. Regjia më ndihmon me njerë me pamjet. Shkeli vivien e perimetrit. Green Jr. Përma depërtimin pengohet nga Ikpe. Aksionit do tjetë për Pejen. Nuk pati falë si pas gjyqtarëve. Ishte totalisht mbrojtje e rregullt. Në atë situatë nga Ikpe. Amin Hot. Avanzon me shpejtësi. Ruan kontrollin e topit. Hapet Towns. Topin e brendësi. Ikpe. Hot. Provon për 3. Shënon Amin Hot. Kjo do t'jetë treshja e parë e Pejës në këtë ndeshje. Da Silva lexon pasimin e Wendell Green. Me ngulitje nuk arrin ta përfundoj. Towns nuk e përmirëson. Edhe një tjetër mundësi. Ukaj bllokohet nga Eric Coates. Dalja shpejt e Bashkimit. Zeqiri. Smith. Shërbyer Coates. Pati faul në parket nga Ukaj. Krashavec që proteston për një faul në uqin e parë të Tulio Da Silvas. Edhe njerë këtu, edhe Da Silva pati ankesë ndaj gjyqtarëve. Green. Max Smith. Një për një me Ranukaj. Smith ka umbër topin, i ka rëshitur nga duart. Shumë topa të umbër nga skuadra Bashkimit. Ky është i 8 në këtë pjesë të parë. Dy prej cilave i pati Green dhe 2 Williams, lojtarët që
gabuan disa herë në pasimet e tyre, të cilat u vodhen dhe u perceptuan nga lojtarët kundërshtar. Towns ka rëshitur, e vjen topin Valon Bunjaku, provon për 3, nuk shënon. Reboundi është për Williams. Në tjetër aksion për bashkimin, Copes, një për një me Aminot, provon me tabel, i pafat, Henry Copes. E ka avantajë numerik Bea, Aminot, topi jashtë, Towns, provon për 3, shënon edhe Marquise Towns. 17-25, time out nga Sasha Jankovic. Një start 8-0 i çerekut të dytë nga skuadra PES. Dhe bashkimi që ende nuk ka shënuar në pak më shumë se 2 minuta gjysma. Nuk nis në mënyrën e dur këtë çerek skuadra e bashkimit, e cila gjithsesi do të mundohet të ndalë ta themi këtë seri negative të mos shënimit në disa aksione në fazën ofensive. Bunjaku, Williams, Bunjaku e qenë korridorin mjaft mirë të përton. Dhe shënon për thyje Rakullin e çerekut të dytë. Towns ka rëshitur edhe njerë tjetër, kapim në hapa nga Marquise Towns. Është hera dytë që nga pressingu i Bunjakut bie pre, është gëni hapat. Super angazhim i Valon Bunjakut. Max Smith. Pari është në sulm. Nuk e shfrytëzojnë absolutisht këtë aksion lojtarët e bashkimit. Ullet Da Silva në lojë rikthehet Griciunas, por ashtu edhe Towns, rikthehet Marcel. Aminot. Hapet Arti Ajdari, super top i vjedhur nga Valon Bunjaku. Faulohet. I shkëlqyeshëm Valon Bunjaku. Topi i dytë i vjedhur. Dhe bëhet shkak për 3 topat humbur me radhë të skuadrës së PES. Është lojtari i Golden Eagle-ut me cilën është bërë kampion para disa viteve. Titull që dëshiron ta fitojë edhe këtë sezon me skuadrën e bashkimit. Realizon gjuajtjen e parë lirë. Njëzet e pas. Qëllon të dy gjuajtjet e lira Valon Bunjaku.
Aminot. Një për një përsëri me Valen Bunjakun. Sana dhe lirohet Aminot. Nuk ka alternativa, hapet për të Ikpe. Dhe ka në unë për to minutarët Pejan. Dalje shpejt e Bunjakut. Williams dalet për 3. Nuk shënon. McKinnis me një kërcim të lartë zësësi. E ka viduar aksionin. Katër sekonda do t'i ketë në dispozicion Bashkimi. McKinnis. Williams. Zeqiri. Provon alley-oopin me McKinnis. Vendos sigur ta kap. Duhet i përsëri topin e fytyrën e Ikpes. Bunjaku. Max Smith në pranim gjuajtje, nuk shënon. Bunjaku mbi Kriciunas. Çfarë paraqitet e rëmëtani e Bunjakut? Smith në gjysmë distancë. Nuk realizon. Edhe një tjetër kërcim në sulm. Bunjaku për 3. Sara dhe Gjuan dobët. Shpërdoron disa mundësi të Bashkimit që të afrohen edhe më tutje në rezultat. Aminot. Kriciunas. Hot faulohet nga Bunjaku. Edhe në fauli dytë ekipor për Bashkimin. Nga goditi fillimisht në fytyr. Ulet Bunjaku në lojë Altin Morina. Marcel. Një për një me Max Smith blokohet apo jo me faul. 2 tira do t'jem për Marcel. Gritën përsëri Ukaj dhe Towns. Nërgohet Amin Hot. Zmon shumë me Ikpe. Në tirave Marcel 6 pikë deri më tani. Të gjitha i shënojnë në 5 minuta të para të shirkut të parë. Për të parë në vjen në tirave. Nuk e realizon gjuajtën e parë. Realizon në dytën. Williams. Zeqiri. E ka humbur topin Derek Williams e rikthen përsëri në pronësi. Morina. Topin në pronësi me alley-oop. Çfarë nguliti nga Javius McKinnis. Ai. Marquis Towns. Me këm nga McKinnis. Edhe një edhe vjetë topin me këm. Dhe ka ngritje të tensioneve mes tij dhe Towns. Për cilin gjyqtari diskuton me McKinnis. Edhe njerë kjo super ngulitje nga Javius McKinnis. Komiton nis nga anash nga Marcel. Towns, Kriciunas.
Hajdari për 3. Nuk shënon. Griciunas. Do të merr reboundin në sulm, nuk ja del dot. Green. Zeqiri. Edhe njerë tjetër Green Jr. Një kundër një me Hajdarin. Vëtje mirë nga Arti. Do të ruhet quaj në gjysmë distancë. Realizon Wendell Green Jr. Time-out është nga trajneri Pes. 25-26. Shkon në një seri 8-1 edhe skuadra Bashkimit. Pas time-outit të kërkuar më herët nga Sasha Jankovic. Kemi pas si time-out i aksioni për Pejanët. është Towns në topin. Topi në brëndësi, Marcel Griciunas. Cili më do të bëj ngulitjen mbi Morinën. është fauluar. 2 tira për Benas Griciunas. Tre pika nga qendra Pejane, realizoj një nga 2 të lirat më herët. Nuk shënon përsërit parën. Nuk shënon asë 2-tën, do të përsëritet. Dhe lira që mund të kenë ndikim shumë të madh në përfundimin e lojës në këto ndeshje 8 të ngushta. Arin Shënoj. Ullet Griciunas. Ukaj. Ti shkëlqyesh me ti, për shkak që ky top të vidhet. Ranuka, ja Silmon Kozhin i vetëm. Nuk ka faul, Hajdari, provo për 3, nuk shënon. Marcel nuk arrit të merr një tjetër kërcim në sulm. Max Smith. U penguar Ranukaj. Në atë aksion. Ka ankesë për topin nga Max Smith edhe njerë kjo super blokat e Javius McInnis. Sa bukur i shmang kontakti trup me trup. Ja zakonshëm qendra Bashkimit. Lokala e dytë. 4 pikë dhe 5 kërcime nga McInnis. 3 për cilave i ka në fazën ofensive. Zekici, lirohet Max Smith dhe pa besueshme. Çfarë mbrojtje nga Peja. Në arruar në mbulimin e Koshit. Skuadra Pejës, Towns, i vetëm kosh për kosh. Nuk realizon që sësi faulohet. 2 tira për Marquis Towns. Edhe një fauli i McInnis. Personalja dytë.
Stopet gjua nga kjo gjuajtje e lirë. Marquise Towns. E pa besueshme. 4 gjuajtje të lira të shpërturuara nga Peja në trimetarin 5 nga 9. Arrit realizoj dytën. Një avantazh tashmë Peja. Green Jr. McInnes. Edhe një tjetër Green. Merr kohën e tij. Morina. Smith. Afrohet, provon për 3. Nuk shënon. Marcel u pozicionua dur për ta pranuar topin. Vështaj zhvillej dhe aksionin. Marcel me rolling. Nga vërësia shënon. 30-27. Shkëllutë përsëri në 3. Skuadra PS. Green Jr. Topiana shpramo për 3. Max Smith. Përresha 2 të humbur prej ti. Nuk ka rinda barazej rezultatin. Towns. Zëton të gjuaj, pati hapësinë për ta provuar një treshe. Ikpe. Pauli në sën. Nga Tristan Ikpe. Nuk është i kënaqur Sebastian Krashovec me këtë fallën nga gjyqtarët. Kërkon të mos protestoj më. Të duk sigur flop. Kërë trajnerit Krashovec situata e fundit. Wendell Green. Williams. Një të Green Jr. Një shmangë 2 kundërshtarëve, provon për 3, nuk shënon. Marcel nuk arrin të merë kërcimin. Ka bën këtë Zekici. Dalë loja. Shumë dhe njerë për plasjen e Marcel dhe McInnes. Shmangët lagështia në atë pjesë të parketit. Premdje 7 rezultati në këtë shrek në favorin e PS. Ka steti ullët nga të 2 skuadrat dhe me tani në këtë ndeshje pak pikë shënuara. Për normalisht tensioni në këtë ndeshje shumë i larë dhe është vështirë të jetë e liria, sidomos në minutat e para të lojës. McInnes. Williams. Zekici. Një tjetër Dirk Williams. Arrin lirohet. Përmon nga distanca. Nuk shënon. Marcel. Shkoni vetëm. Të vijuar topi. Dhe aksioni përsëri për Pejen. Edhe njerë. Blokada që japën Samir Zekici. Kopë Zëbunjaku rikthehen në parket. Për të pjesë përfundimtare dhe pjesës së parë. Towns. Ukaj. Ruan topin mbrojtje agresive nga Bashkimi. Towns lirohet shumë mirë, pasimi me Ran Ukaj nga vërsia shënon. Aksion perfekt i kontrolluar nga Peja. Bunjaku. Morina.
Lirohet, provon për 3, Altin Morina nuk shënon. Zekici vendos të dalë jashtë perimetrit për një tjetër aksion më të stërgjatur. Bunjaku, edhe 2 sekonda, provon në flotër, shënon me tabel. Valëm Bunjaku. 6 pik në këtë ndeshje për Bunjakun. Kemi time out nga Krashovec. 45 presi 6 sekonda ka mbetur deri në përfundim të pjesës së parë. Rikthehemi me këtë periudhë përfundimtare të pjesës së parë. Shfrytzuar dhe time out i dytë nga Peja. Tulio da Silva. Towns, mbrojtje e thellë nga Bashkimi. Marcel. Zëri Towns. Shkoni vetëm në rolling, sa bukur lirohet, nuk e finalizon aksionin Eric Copes. E nis aksionin shpejt. Smith, Bunjaku, provon depërtimin, është shpenguar. Towns në kundërzbritje i vetëm, nuk shënon. Hajdari me përmirësimin. U tregua egoist Marquis Towns. Max Smith. Një step back, provon në gjysmë distancë, nuk realizon. Peja mbyll me avantazh të 5 pikëve këtë pjesë të parë në Sezai Suroj. 29-34 duke fituar çerekun e dytë. Në 5 pikë avantazh. Një lojë me tani shumë e barabartë, mirë po në cilën Peja shkëputet paksa në fundin e këtij çereku të dytë. Ne shkojmë në pauzë prej 15 minutave për të rikthyer me pjesën e dytë të gjysmëfinales së tretë ndërmjet Bashkimit dhe Pejës.